Mëngjesi kishte mbushur shtëpinë me dritë të butë dhe energji të ngadalë, por lëndrimi nuk kishte ndërmend të rinte qetë. Muzika e tij vazhdonte të mbushte oborin, një ritëm i njohur që ai e kishte zgjedhur vetë, dhe trupi i tij lëvizte sipas melodisë, i lirë dhe i plotë. Nuk ishte thjesht kërcim, ishte një mënyrë për të shprehur humorin dhe karakterin e tij, një energji që tërhiqte vëmendjen pa e kërkuar. Fjolla, e shtrirë pranë dritares, nuk e kishte kuptuar që lëndrimi po e bënte këtë veç për të. Pa pritmas, ajo ngriti kokën dhe e pa. Syt ju hapën disi më shumë, kur e pa se si ai lëvizte, duke e ndjekur me ritmin e këngës që nuk kishte pushuar që nga mëngjesi. Një ndjesi habie dhe kur e shtjej i mbushi fytyrën. Është e imja, tha lëndrimi papritur, duke i buzëqeshur me një sharm të lehtë, por me një siguri që nuk pranon diskutim. Fjolla ngeci për një çast, nuk e priste këtë deklaratë. Nuk ishte një flirt i zakonshëm apo shaka, ishte një pohim i qetë, i drejt për drejt dhe pa ndonjë tension të tepërt, që nxori në pa të gjithë qetësinë e tij. Fjolla u ndje disi e çuditur, sikur papritmas bota rreth saj kishte marrë një ngjyrë tjetër. Nuk kishte nevojë për shumë fjalë, sepse mënyra si lëndrimi e shikonte, si vazhdonte të lëvizte duke e përfshirë ajo në energjinë e tij, fliste më shumë se çdo fjalë. Për një moment, heshtja e saj u mbush me mendime, pse nuk e kishte kuptuar më herët, çfarë ndjesje e bukur sjell ky spontanitet, dhe si mund të jetë kaq e thjeshtë dhe e veçantë një deklaratë e vogël. Lëndrimi buzëqeshi sërish, dhe kërcimi i tij vazhdoi, por tani fjolla e ndoqi me më shumë vëmendje. Çudia në fytyrën e saj u shndërrua në një buzëqeshje të vogël, sikur e pranoi atë moment të papritur si një dhuratë mëngjesi, një kujtesë se gjërat e thjeshta shpesh kanë peshën më të madhe. Banorët e tjerë mund të mos e kishin kuptuar menjëherë, por për fjollën gjithçka kishte ndryshuar. Një kërcim i zakonshëm i lëndrimit ishte shndërruar në një deklaratë që nuk do të